Si që shifni, kanë fillu përgatitjet për festivalin Lulebor, i cili këtë vit vjen edicioni i 10 dhe ka hi në punë gjithë orkestra, duke fillu me bendin, duke fillu me pjesën e frymës kryesisht dhe me harqet. Do të vazhdojmë në ditët në vijim, kështu që festivali fillon në mënyrë graduale me formën e vet. E rëndësishme është që pjesëmarrja në këtë festival vjen jo vetëm nga qyteti jonë, pra nga krijuesit e qytetit tonë, por vjen edhe nga rrethet, nga Tirana dhe qytetet e ndryshme të vendit. E rëndësishme është që janë zgjellë një pjesë nga këngë që u sollën për konkurrim, fitunin kalunin pra audicionin 16 këngë më të përzgjellura, të cilët janë zgjedhur nga një juri profesionale. Shpresojmë që gjanat ecin mirë dhe të kena një ecëri dhe një zhvillim më të mirë të festivalit, që të shohim artistikisht sa më lart dhe nga viti në vit të jena në nivele sa më të mira artistike. Thank you.